Brasja e Edmond Hykës në Elbasan, përveç se konfirmoi se personazhet të trafikut të drogës marrin licenca, pastrojnë të ardhurat në biznes, fuqizojnë ekonomikisht dhe nuk preken nga shteti, zbuloi edhe mbështetjen që ai ka patur nga drejtuesi aktual i policisë së drejtësisë. Në raportet e mëparshme të SHISH, Antimafia, Agjencisë Mbikëqyrjes Policore dhe shërbimeve të tjera të sigurisë, rezulton se në Elbasan viktima Edmond Hyka është trajtuar si i përkdhelur dhe i mbrojtur i drejtorit të përgjithshëm të policisë, Ilir Proda. Lidhja e tyre filloi në fund të vitit 2021, vetëm një muaj pasi Ilir Proda u emërua zëvendës drejtori i hetimit të krimeve në drejtorinë e policisë së qarkut Elbasan. Ajo u kthye në miqësi interesash reciproke pas marsit 2023, kur Ilir Proda u emërua drejtori i policisë së qarkut Elbasan. Miqësia ra në sytë agjentëve të SHISH, zyrtarëve të policisë dhe qytetarëve të Elbasanit, të cilët raportuan me materiale të mbyllura tek ministrat e brendshëm, tek drejtoria e përgjithshme e policisë në kohën e Muhamet Rumbullakut dhe te kryeministri Edi Rama. Viktimën Edmond Hyka, të përfshirë në trafik droge, pastrim parash dhe vepra të tjera penale, me kryepolicin Ilir Proda, e lidhi Uljan Shpataraku, shefi antitrafiqeve dhe antinarkotikëve në Elbasan, i pezulluar nga detyra dhe nënhetim për lirimin e një trafikanti. Komisari Uljan Shpataraku e kishte Hykën subjekt gjurmimi për trafik dhe shpërndarje droge, ndërsa Ilir Proda e kishte subjekt hetimi për pastrim parash në Elbasan. Pavarësisht këtyre dy roleve, ata krijuan lidhje punësh të pista me të. Edmond Hyka ishte pronari i Hollywood Lounge Bar, pikës së karburantit Xhaxhi Oil, shërbimeve të shitjes dhe qirasë makinave, si edhe firmës El Taxi. Këto biznese nuk u kontrolluan asnjëherë nga policia e Elbasanit në periudhën kur drejtohej nga Ilir Proda, megjithëse ai merrte informacione të shumta për aktivitetet e tyre.